Qytetarët nga e gjithë Kosova mbledhen sot në sheshin Skënderbeu rreth orës 15 në Prishtinë për të protestuar kundër rritjes së tarifave të energjisë elektrike prej 15%, me moton asnjë cent më shumë dhe mbi shkrime nga më të ndryshmet që kundërshtonin rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Protestuesit bashkë me organizatorit një zëri kërkonin që të mos lejohet rritja e çmimit. Sot është një ditë e madhe për Republikën e Kosovës. Sot është një ditë kur qytetaria aktive po e kalon testin e saj, qytetarët e cilët janë mbledhur sot në sheshin Skënderbeu, por edhe gjithë ata të cilët po na përcjellin prej shtëpiave të tyre, me të vërtet po tregojnë që kur është në pyetje interesi kolektiv, ne dim të bëhemi bashkë dhe dim të ngrisim zërin për të mirën e përbashkët. Kërkesa e grupit ka qenë prej fillimit shumë e qartë, dhe kësaj kërkese ju kanë bashku masovikisht sot qytetarët e kësaj republike, sepse as një cent më shumë nuk e meritojnë qytetarët e Republikës Kosovës që të paguajnë taksa tjera. Përveç shërtimit të rrymës, ne jemi dëshmitar që tashmë është lajmëruar edhe një valë e re e rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore dhe produkteve të shërbimit. Andaj, në periudhën në të cilën ne po jetojmë, duke pas parasysh që jemi populli më i varfër në Evropë, populli i cili është i zhytur në kredi dhe borxhe, nuk e meriton absolutisht nga asnjë institucion, nga asnjë qeveri që të vështirësohet edhe më tepër jeta. Kërkesa jonë ndaj ZRE-s dhe ndaj Ministrisë së Ekonomisë dhe gjithë aktorëve tjerë është shumë konkrete dhe e qartë. Të pezullohet vendimi i shtrejtimit për 15% siç është paralajmëruar i energjisë elektrike, të rihapet një diskutim i gjerë në të cilin edhe ne do të bashkëpunojmë, edhe ekspertët e grupit të cilët janë bashku krejt vullnetarisht do të bashkëpunojmë, të bëhet një plan i qartë, afatgjatë, një strategji e cila do ta nxjerrë Kosovën një herë për gjithmonë prej problemit energjetik. Protestuesit tutje vazhduan në drejtim të Ministrisë së Ekonomisë. Protestuesve këtu ju drejtua aktivisti Dibran Hoxha. Çdo centi që jepet për faturën e energjisë është goditje për punëtorin e pastrimit, për mësuesin, për infermierën, për punëtorin e supermarketit, për punëtorin e kekut, e ndërsa korrizin e krejt kinve fiton veç Keci, po kjo s'ka me ndodhë mo. Keci, vit mos viti Keci po abuzon me rritjen e çmimeve. E në korriz qytetarve, kjo barë po rënon çdo ditë më shumë. Kësaj barë, po e rimojnë të jarënu qytetarve, edhe qeveria, edhe Ministria e Gjojstikave, edhe ZRE-ja që ka po shëptore e Kecit. Boll është boll, asnjë qëndë ma shumë! Organizatorët thanë se do të shfrytëzojnë secilën mundësi që të mos lejonin rritjen e çmimit të energjisë elektrike, duke paralajmëruar edhe protestën e radhës me 11 prill 2025. Protesta zgjati rreth 50 minuta dhe përfundoi e qetë pa ndonjë incident.